Pika fundit. Tani po afrojmë fundit e mësimit sot, por shigjetat kërkojnë aftësi dhe durim. Në këtë punë prindërimi, ne gjithmonë mund të mësojmë gjëra të reja, mund të mësojmë gjëra të jemi prindrit të efektshme, por edhe duhet të vazhdojmë të bëjmë ato gjërat sipas Biblës me besim që do të kenë efekt. Prindërimi është një punë e zemrës tonë, është një punë që ne bëjmë bashkë edhe kërkon durim, kërkon shumë lutje, si që kemi thënë, kërkon edhe mençuri. Kjo punë më ka vendosur në gjunjët të mia më shumë se ndonjë punë tjetër. Edhe duhet të punojmë me urtësinë e Perëndis, edhe me ndimin e tij, jo thjesht me impulset që kemi në momentin, me emocionet që kemi në moment. Është një zanat, me të vërtet një zanat që varet edhe kërkon ndihmë hyjnore, ndihmë nga fryma vet e Perëndis. Edhe ne shpeshherë themi faleminderit Zot që ti je kaq i hirshëm me ne, kaq i hirshëm që na ke dhënë fëmijë të mrekullueshme, edhe gjithë gabimet që kemi bërë, ti hiri yt mjafton. Po. Kështu. Do shta ti si unë, ke thënë, unë dua të rris fëmijët të mi ndryshe nga mënyra si isha rritur vetë. Sepse mendoj që shumica nga neve kemi parë prindrit tanë që kanë bërë gabime, ose nuk kanë plotësuar ato gjëra që ne dua, që kishim nevojë. Edhe kjo është një punë kolosale, nëse ne duam të bëjmë gjëra ndryshe, atëherë duhet të merremi me gjërat seriozisht apo jo, sepse nuk vjen falas. Unë nuk u rrita në një familje kur fjalë të bukura ishin e përditshme. Nuk morëm shumë inkurajime, sepse norvegjesët mendojnë që mos inkurajojmë, sepse do bëhet koka shumë e madhe, dhe krenaria do rritet, edhe krenaria është shumë keq. Prandaj, me mirë mos themi fjalë të mira. Kurse unë thosha, unë dua që të rrit fëmijët e mi me inkurajime. Unë dua që inkurajime të jetë një sakon në shtëpinë tonë. Po kjo ka qenë punë, sepse nuk më ka ardhur e natyrshme. Edhe çdo gjë që ti do të bësh ndryshe, duhet të investosh, duhet të vendosësh, ke nevojë për mbështetjen e burrit apo gruan për të ndryshuar mënyrën. Që unë dua të ju inkurajoj, nëse ti do të bësh një gjë ndryshe, atëherë futu në punë. Vendos. Thuaj edhe tjetrin, thuaj edhe fëmijët, sepse ata do të bajnë në linjë apo jo. Ata do të kërkojnë për inkurajime. E kemi shumë të lehtë për të kritikuar fëmijët. E kemi shumë të lehtë për të shikojmë gjërat negative, por le të shikojmë për gjërat e mira që Zoti ka vendosur brenda tyre. Lexo Biblën, lexo libra për prindërimi, përgatitu, se nuk është diçka pasive, është diçka me një përgjegjësi të lartë, por edhe me një shpërblim shumë të madh nga Zoti, por do punë. Kështu mos u dorëzo. Një këshill e fundit nga Nedi, nga babi Nedi. Jo, nga gabimet që kam bërë në fakt, diçka që kam shumë keqardhje kur mendoj për gabimet e mia me fëmijët e mi. Edhe një gjë në veçantë, edhe pse të rinj mund të na çmendin, mund të kemi shumë probleme, mund të themi si është e mundur që Zoti na ka dhënë të fëmijë. Ka ardhur ky fëmijë? Patjetër nga ana e burrit, po? Një gjë që kam mësuar është zemërimi nuk i motivon adoleshentët. Zemërimi im nuk i motivon adoleshentët. Nuk thonë, okay, babi është zemëruar, unë do të bëm djalin mirë, edhe do të formoj karakterin tim, edhe do të lexoj Biblën më shumë, edhe do të dua Zotin me gjithë zemrën time dhe të dua të afërmin tim me gjithë zemrën time, sepse babi u mërzit, babi është i zemëruar. Nuk ndodh ashtu. Ata kanë nevojë për shumë respekt, për shumë mirë kuptim, për komunikim të butë. Ata kanë nevojë për mbështetjen time, për dashurinë time. Zemërim është një reagim i natyrshëm, është një emocion që vjen. Por nuk, nëse unë vendos që unë do të përdor zemërimin tim
për të kontrolluar, për të manipuluar, për të friksuar fëmijët e mi, që të jenë të bindur dhe të bëjnë atë që dua unë, kam bërë një gabim. Kështu, kjo është një këshill falas nga Nedi në fund, edhe një varg në lidhje me këtë, se nuk është thjesht ideja e Nedit, por është një parim në Bibël. Thot tek Fjalët e Urta 29:11 thot, i mari e shfryn gjithmonë zemërimin e tij, por i urti e frenon dhe e ul. Kështu jini të urtë. Në martesë me njëri tjetrin, në marrëdhëniet e tjera, por sidomos me fëmijët. Të mos të themi jemi në një pozicion që Zoti thotë, ja, i mari atje, që nuk e frenon zemërimi. Kështu, kjo është një gjë në fund. Kështu, shkurt për të përsëritur, ne kemi këtë imazh nga Psalmi 127. Fëmijët janë si shigjeta, edhe ne si prindrit, duhet t'i formojmë ata, duhet t'i drejtojmë ata, edhe të lëshojmë ata. Me ndimin e Zotit, edhe me bashkëpunim me njëri tjetrin. Jo thjesht të kemi qëndrimin që shumë njerëz këtu në Shqipëri dhe dëgjojmë shpesh, ata thonë, të jenë mirë, kaq është, aq është e rëndësishme, të jenë mirë. Aq? Takoj njerëzit si janë fëmijët, janë këtu të jenë mirë, kjo është më e rëndësishme. Por çfarë do të thotë të jenë mirë? Të jenë mirë për mua është të përmbushin vullnetin e Perëndis, të arrijnë gjëra të makniqme për Zotin, të fluturojnë lart edhe të bëjnë një impakt në këtë botë, sepse Zoti i ka krijuar ata, Zoti ka vendosur një thesar mbi në ata. Jo thjesht të themi të shpëtohemi nga kjo fazë të jenë mirë, me një punë të mirë, me një shkollë të mirë dhe me një shtëpi të mirë e një nuse të mirë. Kaq. Prindërimi është shumë edhe duhet të kemi synime shumë të larta. Kështu Zoti bekoft në këtë. Ne mund të lutemi për ju, nëse doni të luteni me ne edhe pas predikimit, pas festimit, do të jemi këtu. Por ne duam të formojmë, të drejtojmë edhe të lëshojmë fëmijët në mënyrë të mirë që qëllimet e Zotit, edhe ndoshta thot këtu, prindrit i formojnë, drejtojnë dhe i lëshojnë fëmijët e tyre të përmbushin qëllimet e Zotit në botë. Qëllimet e Zotit janë shumë më të larta se mund të imagjinosh. Kështu mos shiko poshtë, mos mendo për gjëra të thjeshta, mendo lart me Zotin. Shumë mirë, edhe në fakt trashëgimia jon nuk është lekët që do lejmë pas, nuk është shtëpia apo një tokë, por trashëgimia që ne duam të lejmë janë fëmijë të perëndishme, që ta mamë ashtu si Nedi thoshte, që ta arrijnë ato gjërat që Zoti ka për atyre. Jo vetëm ëndrat tonë, por të përbushin potencialin që Zoti ka vendosur brenda atyre. Kjo është trashëgimia më e bukur që ne mund të lejmë.